Hoxh, ka disa njerëz, ata nuk i falin 5 vaktet. Në Ramazan, për shembull, ndoshta shtrëngohen, thosh, me i fal. Po thot, për shembull, unë 1 vakt në ditë edhe e fal. Si këshillon këta njerëz? 1 ose 2, thot, në fjalë në ditë. 5, hala nuk ja kam lidh. Si këshillon këta njerëz? Kjo është dobësi, padyshim janë më mirë se ata që nuk falin asnjë namaz. Por kjo është mangësi e madhe. Dhe këta njerëz nuk kanë arritur që të bëhen dashur të Allahut. Këta njerëz nuk hyjnë ke adhuruesit e mirë të Zotit. Këta konsiderohen mëkatar të mëdhej. E theksoj edhe një që janë më mirë se sa ata që s'falen fare, që nuk e vënë kokën sejdë. Por namazin shumë i lehtë, 5 namazë në ditë. 1 namaz falet për 5 minuta. Prandaj duhet që ta kryjmë këtë detyrë, sepse e do Zoti. Sepse kështu bëhemi dashur të Allahut, kështu arrijmë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. E kemi detyrë para Allahut, është farz. Është shtylla e Islamit namazi. Është vepra më e dashur për Allahun, vepra më e mirë, siç thuhet në një hadith tjetër. Është vepra e parë për cilën do të merremi llogari para Allahut subhanahu wa taala. Dhe duhet bëjmë ndryshim. E duhet kujdesemi fort për namazin, në mënyrë që të arrijmë mirësitë e Allahut në dynjë edhe në ahiret.